giovani hanno bisogno di qualcuno di veramente forte per questo festival. Abbiamo il dottor G che si sta preparando. Ascolta, la prossima settimana chiudono le selezioni per il festival. Arian, ho bisogno di te. Nuk po më ditë vetën ku jam, a jam në mes të Hollywoodit, apo jam në mes të Rock Hill Community TV këtu në Connecticut. Është një nder i madh, një kënaqësi e madhe që kur kem njerëzit tanë dhe shqiptarët tanë të suksesshëm që arrin sukseset të kalojnë prej Evropës dhe të vinë këtu dhe të prezantojnë nëpër skenat e Hollywoodit të në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot do të jetë një ditë e lumtur me unë dhe ju. Dhe kem të Antonio Gjonaj. Mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta. Edhe është një kënaqësi jonë që të kem këtu në për televizionet tona këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të urojmë një mirëseardhje. Faleminderit për ftesën. Është një emocion unik të jem këtu sot me ju, edhe jam shumë mirënjohës për këtë mikpritje shumë dashamirëse, shumë familjar. Më keni bo mundi në shtëpi. Suksesi yt, kjo është mikpritja. Atëherë, pra, do të kthehemi si në atë ditën tonë shqiptare, do të kthehemi pak rrugtimin tonë të fëmijërisë në Shqipëri, na trego për vendin e juaj ku jeni, ku keni lindur dhe ku jeni rritur, edhe pse erdh pasioni. Ti je një aktor, edhe regjisor. Unë kom lindë në Tropoj, aty kom kalu një pjesë të fëmijërisë. Pasionin për artin, besoj e kom trashëguar pak nga gjyshi. Gjyshi ka qenë rapsot, ka qenë person i artit, ka pas marrë pjesë të festivalit artistik në Gjirokastër. Edhe besoj pak ai ma ka transmetu, edhe sa herë kom pa filma, në lëtën herët kom pas dëshirë me konë pjesë aty në filmave. Edhe kështu kom vazhdu të shy veten. Rrugtimi ka vazhdu normalisht nga Tropoja, pra nga fix, unë kom linë një zonë si quhet zona B, janë disa pallate, i kanë pas ndërtu kinez, kohën e drejt centralit, është shumë histori. Edhe pastaj ka vazhdu udhëtimi në Tiranë, se shumë më shpërngulën atër nga periferit erdhën në kryeqytet. Vazhdova shkollat atje, u përpoqa të ndjek pasionin, aty më tepër kum bë diçka të vogël, shumë pak me teatrin, po sa me majtë gjallat pasionin. Pastaj në 2009 ka ndryshu gjithë situata. Para se të dalmi në Itali, kisha pas dëshirë të dija pak për juve, çfarë role ke luajtur si fëmijë në atë kohën atëherë, se ti je aktor, duhet të kap dikun. Po, u mundoshëm me interpretu personazhe të ndryshme të asaj kohe, të asaj periudhe. Kish raste, për shembull, kena bërë edhe interpretime me grupe të ndryshme, domethënë gjithmonë ku ka pas aktivitet, le të themi, të kësaj natyre, u jam përpjek me marr pjesë, po ato mos i kanë qenë, edhe ato kena shfrytzu, si thonë. Janë disa lëshmëri, domethënë duke vazhdu nga personazhet politike, se i kena pas interpretuar të personazhet fetare, ato kanë qenë kot.
Cili vit ka qenë kur keni dalë në Itali? Në 2009. 2009. Po. Si filloj, çfarë moshe ishte atëherë? Unë kam qenë 17 vjeç, edhe gjithmonë bile mundësisht që unë qëndropoj kur më bëshin ka herë shtëpisë me nerva, edhe masha i këshu i qese dhe i fuqa ca roba në të thosh unë du me ikë. Dhe që i vogël e kom pas gjithmonë atë idenë për me ikë, nuk e di pse, kom pas gjithmonë mrena vetes atë dëshirën me dalë, me pa qa ka për te aty në kodrave, aty në maleve që kena na, dhe unë kom kujtovë se New Yorki është diku mrapa shtëpisë, dhe me nësha se vesh me i kalu një 2-3 kodra, që i vogël e kom pas atë idenë. Kur vendosa me dalë në Europë, le të themi në Europën qendrore, ka qenë një vendim, le të themi pak sa trend i kohës, sepse kena parasysh Shqipëria viteve 2009 nuk është Shqipëria që kemi sot. Edhe atëherë kushtet kanë qenë pak më të vështira dhe kështu lindi ajo idea e emigrimit, le të themi, e spostimit në Itali. Si u kyqe me kinematografin italiane, edhe me sa kemi informacionet i ke njoftur aktorët më të mëdhej në Itali, edhe keni punu, keni bashkëpunu, çka keni bënë atë? Atëherë, unë jam përpjek gjithmonë me më gjallë mrena vetës pasionin e aktrimit, pra gjithmonë e kom bën disa lloj tentativat ndryshme me gjetë ambientet, sepse normalisht një vend të ri nuk është edhe aq e lehtë, edhe më në fund t'i arrita, po kom pas rastin takoj aktor me famë internacionale, aktor italian që kanë punu për Netflixin, që kanë punu për televizorit italiane, edhe kjo ka qenë për mu një eksperiencë shumë e madhe, sepse nga këta artist mëson shumë më shumë se sa dikush e menon. Dashuria s'mjafton. Si erdhë kjo? Si u bo kjo? S'mjafton me një mik. Unë realisht gjatë gjithë jetës time kam pas fatin ose bekimin, le të themi, me qenë i shoqëruar me miqe me dashamirë. Me një mik rastisht kena qenë në Shqipëri, dalim me pi kafen e mëngjesit, edhe shkojmë takojmë regjisorin e këtij filmit, dhe këta ishin duke u bë gati me shku me bë xherima. Mirë, po aktori që kishin zgjedh nuk paraqitet. Nuk e hap telefonin, kishte fik telefonin edhe kishin nevojë për një personazh. Edhe më thot, më shafaj shoku, okej. E bojmë. Edhe, ai ka qenë filmi i dytë që unë kam marrë pjesë, sepse para tina kam pas marrë pjesë në një vit më parë në Itali. Ka qenë një film se fliste për tolerancën fetare, bashkëjetesën fetare, pra ai ka qenë i pari, le themi, që unë kam bërë pjesë, pastaj dashuria s'mjafton është i pari në Shqipëri edhe i dyti, le themi, në karrierën time. Kjo ka lindë rastisht. Ty leqa i dashurun në filma, edhe në vendin e duhur në Itali që keni qenën edhe keni qëndru shumë kohë, pasioni nuk la, shkove në Maqedoni, shkove në trojet tona me bo filma, me marë aktor tonë shqiptar. Edhe si e ndjeve vetën që të bashkëpunojsh me ata njerëz, keni punuar me disa figura shumë të njohur, si që janë Shpat Kasapi edhe të tjerë që janë, keni punu në film edhe si e mirë pritur në atje. Gjatë se historia ka ndodhur gjatë xhirimeve të filmit që jena duke fol. Aty kam takuar për të parë Shpatin, kam takuar Xhelal Ferran, është një aktor shumë profesionist, shumë i dashur nga publiku, që edhe sot jemi në kontakt, jemi shumë miq. Unë e kam përjetuar shumë mirë, më kanë bën një respekt, një mikpritje siç e kemi ne shqiptarët, pra pavarësisht se për ne shqiptarët është standard, po realisht duke pa pjesën tjetër të botës se kupton se nuk është standard pritja që kemi ne, sepse është shumë vllazërore, është shumë përzemërt. Absolutisht kam mësuar, sepse nga çdo artist që takon, nga çdo aktor, nga çdo këngëtar, e merr një pjesë, e merr një eksperiencë edhe e merr një mundësi rritje, padyshim ka gjithmonë shkëmbim, domethënë nga të dyja palët. Atëherë, pra, mëse jem të aktor që ke bashkëpunuar shumë,
Atëherë do ta kem një surprizë ku do ta shikojmë se na ka ardhur në studion tonë dhe ta shikojmë. Përshëndetje, unë jam aktori Xhelal Fera, nga Republika e Maqedonisë Veriut. Spori, du të përshëndes moderatorin tonë, Nazim Saliun, në këtë emision të bukur Noli Show. E ndërkohë, përshëndesmi edhe mikun tim, Antonia Gjonaj, një djalë i sjellshëm, i guximshëm, i talentuar, aktor, ku na bashkë me Antonion kemi xhiru disa projekte filmike. Ndërkohë do t'i përmeni dy, njëra thirrët Dashuria s'mjafton, e tjetra #47, ku isha pjesë e këtij projektit, ku xhirimet janë zhvilluar në Itali. Për më shumë, pyetni Antonion, që është në studio, a ju tregon për kretë projektit që ty shë zhvillu, a une përshëndes edhe njëherë moderatorin tonë Nazim Saliun, gjithë stafin e juaj Noli Show, përshëndes gjithë shqiptarët anë e mbanë që janë në Amerikë, dhe mos harroni si që në filmi sa është i bukur. Kaloni mirë. Çka i thu kësaj punës ti? Shiko, Xhelali është personazh. Është personazh në film, është edhe personazh në jetën reale. Ai është zemërnik, realisht. Kena bërë disa bashkëpunime, edhe kena punuar edhe te Seder Dyshi bashkë, që është një film një regjisor tjetër shqiptar. Edhe me konfidencat se krijojnë gjatë punës, i them Xhelalit, shiko Xhelali, e kom projekt me bën një film. Edhe i them, kushdo që ta bëj këtë film, unë du që ti t'jesh pjesë. Edhe tha Xhelali, hajgare, tha po bën, tha jo, tha se unë edhe në Maqedoni, e ti në Itali, thash, nuk ka problem, na do gjejmë mënyrën. Duke qenë se unë punoj me gjitha procedurat në rregull, kom kompaninë e produksionit atje, kom krejt stafin që më njekin gjanat, edhe absolutisht e gjetëm gjithë mënyrën, edhe e sollëm Xhelalin të rino. E kena marrë, kena dalë, kena shëtit, edhe pa tjetër kena bën edhe xhirimet e filmit, pra filmi titullohet #3destini, se Xhelali ndoshta me italishtën, po më ka bën përshtypje një diçka, se Xhelali kishte pjesën italisht. Edhe ne ja thoshëm Xhelalit, edhe në momentin se ja thoshë, ai e matë men, e botët vetën, ja tregosha kuptimin e asaj fjale, edhe ai e botët vetën, edhe botën një interpretim se nuk u dallote se ai nuk foli, se Xhelali nuk foli italisht. Edhe ka bon aq shkëlqyshëm sa që na ka manit tënve. Atëherë edhe një person ka shpreh dëshirën që edhe ai të jetë, por nuk ka pas mundësi të shfaqet nëpërmes kamerës, por na ka dërguar kështu nëpërmes telefonit tonë, dëgjojmë se çka po thet, edhe është Afrim Ismaili. Super i bukur dhe i suksesshëm. Jam i sigurt që do të sjell edhe shumë filma të tjerë mrekullueshëm, do të armë shumë suksese. Përshëndes edhe gëzojmë që e ki pas në film edhe Bilson Drejgjomaj, një ndërka sportistët Ultimate Fighter më të mirë në shqiptari. Suksese, përshëndes për zemërthisht ty, Nazimin, edhe të gjithë ekipin atje që gjendeni. Respekt nga unë Afrimi, nga Prishtina, Afrim Ismaili. A shikon se e këta njerëz me të vërtet kur punojnë edhe nuk të harrojnë edhe kanë qef se sa të qoftë një shenjë falenderimit, por në trego pak edhe për Vilsonin, që është punë me Vilsonin. Po, pas me dalë të Vilsoni, po gjej rastin me falenderue Afrim Ismailin, është një aktor shumë i përgatitur, një person shumë pozitiv. Unë kam pas rastin punoj të projekti Dashuria s'mjafton me Afrimin. Nuk na u ka dhënë mundësia për me bën projekte tjera, kena ngel në kontakt, shpresojmë të ardhmen me bën. E falenderoj shumë për mesazhin edhe për krahjen, se është një person shumë pozitiv. Atëherë sa ka qenë e vështirë për juve që të hapni një produksion në Itali,
edhe pas Italijës keni vendosur që të vini edhe këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës të hapni me qenë se edhe e keni hapën, edhe na trego pak këtë rrugtimin. Po, që bile, bone mirë se më ke bo një pyetje shumë bukur, se tash unë pe lidhje të dyja, edhe kompaninë edhe Wilsonin. Kompania, unë e kom gjithmonë si mënyrë puna, me konë gjithmonë në rregull me sa i përket ligjit. Do më thonë, prioriteti jam maksimal është që ta bëj në rregull me normat e ligjit. Edhe kjo ka qenë arsyeja sepse ti nuk mundesh me bën një film serioz, një projekt serioz, pa pas një kompani, pa pas lejet, pa pas mundësinë me i pozicionu këta njerëz në rregull, se duhet me pas sigurime, duhet me pas të nësënë, se tash na nuk kanë kalu do vite, nuk e bojmë, nuk është të dikur se bëshim hajde për loje të bojmë, tash senet janë bon serioze, jena një nivel tjetër, kena përgjithësi tjera, kena mbështetje disa njerëzve që nuk bën me zhgënjy, edhe patjetër që edhe publiki pret gjëra të mëdha, pra çdo ditë ne shkojmë duke u rrit. Kjo ka qenë për sa i përket Italisë, edhe duke marrë të njëjtën pikpamje, ndjeka rrugën e tillë edhe në Amerikë këtu në New York, edhe kjo ka qenë falë Wilson Drexonit, se na me Wilsonin njihna që fëmijë, jena konë shkollë, jena konë lagje bashkë dhe pastaj jeta në shkput në atë mënyrë që unë vazhdova rrugën drejt Italisë, Wilsoni me sportin, pastaj drejt Amerikës, ama gjithmonë kena ngel në kontakt, edhe kur erdhi puna për me bë filmin, edhe i thomë shiko Wilson, e kena shit projekt, si e menon, si e shef, tha okej, tha super, tha pse jo, me bë, tha të bëjmë diçka të bukur. Edhe kështu, do më thonë, Wilsoni pastaj e pranoj le të themi atë ofertën e bashkëpunimit, i bani gjitha ato organizimet se pat me i ban, erdhë në Itali, ka qëndru në Itali për gjatë xhirimeve të filmit, edhe normalisht pastaj kena diskutu për pjesën e Amerikës, për pjesën e organizimit le të themi në Amerikë, dhe më ka thonë Antonio, më ka thonë këtu jesin shpinë tante, çka të kish nevojë, çat duhet, dhe jo vetëm Wilsoni, krejt miqtë e Wilsonit që gjej rastin të përshnes krejt shokët e tina të New Jersey-t, edhe gjithku ka unë kom pas rastin me taku njerëz nga Wilsoni, kam marrë një respekt maksimal, një mikpritje shumë për zemërt, edhe këtë le të themi e kena bën një farë mënyre nëpërmjet Wilsonit, sepse mos t'i shkon Wilsoni, unë besoj se nuk e di, por në Amerikë e kom pas goxha shumë më të vështirë, se ndryshon kur ti ke një mik femërie, ndryshon kur e starton pa pas kërkon hiç, edhe pastaj okej, unë këtu kam edhe mishe familjar, po Wilsoni kon ajo le të themi baza jeme në Amerikë. Si po e shef tregun e filmave amerikan, me qenë se ti je shumë kohë e shkurt në duket pak? Po, unë jam, është e vërtet, ka pak kohë që jam këtu, po unë i kom bërë dhe detyrat e shtëpisë, para se më ardhë këtu, kom studiu tash nëpërmjet internetit, çdo gjë, informacioni hec më shpejt, mundena me i di disa sene, pastaj do tjera i shef njeri kur vjen këtu vetë. Tregi amerikan ka një lloj standardi, domethënë të tipit që nuk të falë. Këtu nuk është treg që mundesh me bën shaka, filmi këtu është një industri serioze, edhe këtu priten gjëna serioze, pra nuk është një treg në cilin ti mundesh me dëpërtu nëse nuk ke bën një punë shumë fort, nuk ke një produkt shumë fort, edhe është një treg serioz, është një treg që do shumë përkushtim. Së shpejti, filmi është Three Destiny. Po. Three Destiny. Na trego te do me bo këtu? Ky është bën në Itali. Okej. Xhirimet janë bën gjitha në Itali. Edhe aty se ka Xhelali, Wilsoni, edhe aktor tjerë, Arbër, Kresniqis është pjesë, edhe pastaj dilema dhe surpriza. Filmin unë e kom xhiruar në Itali, të gjithën,
E kom dublue me një studio që ka bën edhe projekte për Netflixit, për shtëpitë të mëdha, distribucione e tjera. Pra kom bën një dublim shumë profesional, do me maksimumin e teknologjisë që kena na atje në Itali, se këtu në Amerikën i fje ma para. Edhe unë e kom bën me idenë me bo si projekt, me shfaq në tregin italian, në tregin amerikan, edhe pse jo në trege tjera ku ka mundësi një produkt që është i xhirum në 2 gjuhë, pra sepse ajo është i xhirum në italisht edhe i dublum në anglisht, është një produkt që është me 2 gjuhë, i cili respekton standardet më të larta të kinematografisë bashkohore me teknikën më të lartë që është e mundur. Si e mendon këtë produksionin që e keni hapur këto, do të keni edhe me një aktor tjerë të vazhdojnë të bëni një film të shkurt ose të gjatë, metrazhet të gjatë, apo si qëndron synimi se me të vërtetë njerëzit edhe kanë dëshirë ta dinë edhe punën, plan programin e juaj në vijim, edhe çka mendoni me qenë se siç e pam edhe ne, ky film, ky trailer që u shikua është me të vërtetë një i standardit shumë të lartë. Unë për vete kur e pash mendova thash se jam në Hollywood jam. Okej. Kështu që na trego pak. Atëherë, ky është traileri i metrazhit shkurt që pa ta bën me prezantu në festivalin e Cannes-it. Dhe më vjen keq se për arsye teknike nuk kom pas mundësi t'ju sjell sonte trailerin e filmit të ri të Tre Destinit. Atëherë, praktikisht objektivi jam është të aktivizoj, le të themi, shoqërinë shqiptare dhe më tutje në projektet e mia tashme, me objektivin pra me xhirue projektet tashme në Amerikë, duke marrë parasysh se këtu kena shumë talente, unë kom pas rastin në shumë pak kohë me taku shumë të reja, po edhe të moshat vogla dhe moshat të mëdha, pra filmi duke qenë një industri gjithë përfshirëse, jep mundësinë të gjithëve. Edhe objektivi im është këtë, ne si shqiptarë të realizojmë produkte këtu në Amerikë me standarde që janë bashkohore me gjithë filmat, pra me gjithë tjerë që prodhojnë filma këtu. Edhe kjo është një mundësi jashtëzakonshme me kriju, jo që unë jam i pari se s'kam shpiku i të nxehtë, po unë sjell atë pikpamjen time, atë mënyrën time të punës, edhe pse jo, ta krijojmë bashkërisht, të ftojmë edhe miqtë tonë amerikanë, bëjmë produkte cilët i përshtaten këtij tregi, edhe pse jo tregit magjor, tregit botror. Me qenë se keni pru edhe filmin ose materialin që keni bërë atje në Itali, a do të keni mundësi që të shfaqni këtu në për këto produksionet në për kinemat, po, në festivalet e mëdha që janë. Sidomos në New York bon shumë. Po, shiko, kombinim unë pram jam konë në një festival, jam konë moment fundet, edhe hala nuk i di krejt, po pa tjetër dëshira është me marrë pjesë, pse jo dhe të festivalet ne kena shumë shqiptarë që organizojnë, po edhe të huja, edhe absolutisht dëshira është, po unë punën, duke qenë se kjo është një film për kinema, unë punën më të madhe që më duke bo momentalisht është pjesa e kinemave, sepse jam kontakt me AMC, i thonë, kësaj të kinemave me madhe se është edhe një grup tjetër, se po du të është po delë si reklama, ku po ja, vazhdo të lutem. Edhe jam kontakt të vazhdueshëm për me pa mënyrën, sepse duke qenë se është hera parë për mua, pra ky është një produksion italian, i bëm nga një regjisor shqiptar që po punojnë për me shfaqjen kinemat amerikane. Besoj e ka atë pjesën, le të themi, e seneve për të vendosur në vend, por unë besoj dhe shpresoj të bëjmë më të mirën. Qa mos ta bëjmë tash dhe bëjmë radhës tjetër. Dëgjo, atëherë unë të uroj sukseset të mëdha ja këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe kisha pas dëshirë të ftoj të gjithë pjesëmarrësit që bëjnë filma, filmmakers ose si temin i fjalë, producentët shqiptarë që janë këtu një mbështetje ta kenë edhe prej tyne, se sa do qoftë orientimi është një gjë shumë i bukur që mund të orientojnë edhe të tregojnë se ku mundet për shembull ky film i yti që është bërë
të promovohet ose të ekspozohet, edhe besoj që një gjë duhet ati ku mund kontaktin ju, si mund t'ju gjejnë juve në Instagram, në Facebook. Në Instagram, Facebook, janë website-et me emrin e kompanisë teme, kompania eme është Encanto Picture, edhe është online janë gjitha mundësitë e kontaktit, edhe unë si që thonë për herë, edhe direkt në Instagram nuk ka problem, unë mu përgjigjem gjithmonë, nështë mund në që për momentin nuk e shoh, po pa tjetër. Antonio Gjonaj Facebookun edhe Instagramin se kene? Po, Antonio Gjonaj. Ok, Antonio Gjonaj. Me ja. Atëherë, për fond, duhet falimderoj, prezenca juve është me të vërtet një kënaqësi me këtu që me të vërtet suksesi juaj që keni ardhur direkt prej Evropës, t'jeni në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe dëshiroj që të arrish qëllimin, të dëshiroj që t'i bësh edhe bashkëpunimet e tjera që ki dëshirë, kështu që dua të falenderoj jashtëmohëse. Të falenderoj unë ty për ftesën edhe krejt stafin e misionit, du me falenderu edhe Amerikën këtë vend të mrekullueshëm se na ka prit, na ka dhënë mundësitë pra vendi mundësive, edhe unë jam i lumtur që ka mundësi me shfaq këtu punën teme, me dhënë kontributin teme edhe pse jo me kriju mundësi për këtë vend, siç ky vend po kriju mundësi për mua. Faleminderit. Faleminderit. Të ndëruar shikues dhe dëgjues, kënaqësia ime është sot që prezent kemi artistat tanë shqiptar, pra duhet të falenderoj Rock Hill Community TV këtu në Connecticut, me vërtet jemi pjesë edhe e televizionit Noli TV e Noli Show. Mirëmbëjtje.